Në vitin 2023, ciklisti olimpik australian Rohan Dennis u dënua me 17 muaj burg si pasoj e vdekjes së bashortes së tij. Ajo në fakt u tërhoq zvarr nga Dennis teksa ngiste makinën në Adelaide pasi kishin pasur një grindje mes njëri tjetrit për rikonstruksionin e shtëpisë dhe si duket bashkëshortja teksa ka mbyllur derën në inat e sipër nuk është vënë re që ajo në fakt kishte ngecur në derë dhe Dennis i ka dhënë makinën derisa kjo e fundit humbi jetën si pasojë këtij aksidenti në 2023. Sot Rohan Dennis po përmendet sërish si pasojë një publikimi të fundit në rrjetin e tij social Instagram ku poston një foto të një makine Porsche, duke cilësuar atë makinë një armë, duke rikthyer edhe një herë në vëmendje ngjarjen e vitit 2023. Sipas përdoruesve të rrjeteve sociale, por edhe organizatave të cilat merren specifikisht me mënyrën e komunikimit në rrjete sociale, kanë cilësuar një moment as pak me takt apo etik nga ana e Rohan Dennis si pasojë e ngjarjes që duhet thënë i ka shkaktuar edhe totalisht ndryshimin e jetës. Dennis u akuzua fillimisht për drejtim të rrezikshëm të automjetit që shkaktoi vdekjen dhe drejtim pa kujdesin e duhur dhe u deklaruai pa fajshëm, por më vonë pranoi një akuzë të vetme më të lehtë, akuzë të rënduar për krijim të mundësisë së lëndimit. Gjatë çështjes gjykata dëgjoi se dysha kishte debatuar për rinovimet e kuzhinës, përpara se Dennis të hipte në makinë për t'u larguar pa vënë re se bashortja e tij kishte ngecur pikërisht në makinë. Një ngjarje e cila ka ndodhur në New Jersey, në Surfside Pier, në Moray's Pier and Beachfront Water Parks, pra një park lojrash dhe themi një pishin, një baba i cili i natin e tij nxori tek një pul bardh duke e i prer kokën dhe duke e vrar shpendin pasi u përpoqte hante patatet e skuqura të vajzës së tij. Ngjarja ka ndodhur në korrik 2024, pas 2 vitesh është vendosur se Franklin Ziegler, 30 vjeç, do të dënohet me 6 muaj burg si pasojë e krimit të tij të shkallës së 3, por ky vendim ka zemëruar mbrojtësit e drejtave të kafshëve, të cilën në fakt e kanë quajtur një dënim minimal për një vrasje të padrejtë të një shpendi në një situatë totalisht të evitueshme.